Fenomeni shkodran Luiz Eli ka zbuluar dhuratën që i ka sjellë bebushes së tij të adhurueshme Luna Mari. Ai ka publikuar një video në profilin e tij Instagram ku shfaqet me dy zogj pushverdh lodër që lëvizin me bateri duke lëshuar dhe tinguj. Shkodrani i zemrës si gjithmonë ka treguar se vogëlushen e tij e ka në mendje dhe zemër 24/7. Kushto që e ka ndjekur deri më sot fenomenin shkodran ka parë që ai nuk kthehet asnjëherë nga asnjë udhëtim pa një dhuratë për vogëlushen e tij të ëmbël që gjithmonë di se si të dhuroj dashuri dhe shumë ëmbëlsi jo vetëm tek babi i saj por tek të gjithë njerëzit e tjerë. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë pasi kanë parë dhuratën që fenomeni shkodran i ka bërë bebushes së tij Luna Mari. Ata kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt tij duke e duar trokitur dhe duke e komplimentuar për shembullin që jep në publik si një babi i përkushtuar dhe shumë i devotshëm. Kjo është diçka që jo të gjithë personazhet e tjerë mund ta bëjnë. Luizi është një njeri i jashtëzakonshëm dhe tejet i veçantë që askush nuk mund ta konkurojë. Me siguri e vogla e tij e ka adhuruar dhuratën e tij dhe nuk do rri dot pa luajtur me to. Në sfond të videos që fenomeni shkodran Luiz Eli ka publikuar dëgjohet edhe zëri i tij ku thotë: "Shiko çfarë i ka sjell babushi Lunës." Ndërkohë videoja po bën xhiron e rrjetit duke qarkulluar me një shpejtësi marramendëse duke u komentuar pafund nga të gjithë ndjekësit dhe mbështetësit e tij. Nuk është hera e parë që ai tregon se familja ka një rëndësi të madhe për të. Gjestet e tij vazhdojnë të frymëzojnë shumë ndjekës dhe të tregojnë se përveç se një artist i suksesshëm, Luiz Eli është edhe një baba me zemër të madhe, i cili nuk lë asnjë moment pa treguar dashurinë për krijesën e tij më të shtrenjtë. Bebushja e adhurueshme Luna Mari është një vajzë shim me fat që ka një baba si fenomeni shkodran Luiz Eli i cili nuk humbet asnjë mundësi për ta bërë vogëlushen e tij të lumtur dhe të jetë të buzëqeshur. Kjo dhuratë e tij sot ka ngjallur kuriozitet tek ndjekësit e tij që duket se duan t'i blejnë të njëjtën gjë vajzës së tyre ose djalit të vogël. Nuk dihet se ku mund t'ia ketë bler fenomeni shkodran, por me siguri do ketë një vend shumë të veçantë në zemrën e vogëlushes së tij.